që nuk është i mirë, edhe unë provoj edhe pritoj mi lavdu fëmijët e mi. Në kuptimin që... Trall janë prindrit jeton që pritojnë mi lavdru fëmijët. Mu për shembull më pëlqej njerëzit që nuk i lavdrojnë shumë fëmijët. Se dëgjoj shumë prindër që nuk lajnë hapësiras me thonë një fjalë për fëmijën tonë duke i lavdru. Edhe pse e dim që krejt i dojnë fëmijët. Qa po din të ke qika jam. Qka po din që shqepan telefone. Këtë fëmija ta është dhe më ma fëmija. Qika jem djali e ma i mirë i klasë. Ma i mirë. E ko boba yll. Këtë fëmija e në mirë dhe... Shumë e vërtet. Unë nuk di me i dalu, po më në kuptimin që fëmijët i duhen në përgjësi, normalisht që fëmijët e me... Për tu janë matë mirë, pa tjetër. Në po diskutim si që janë të gjithë për ata prind, lutem që asë një prind mos të lenzodi pa fëmijë, që të kenë ndjesin, edhe unë jem pak kundër kësaj idejes së vajzë djallë, për mu o më rëndësi me kanë fëmijë i shnosh, kjo pak unë pengon edhe s'po mujna hala me ndalë prej këti fenomeni që po na rrethon edhe po na kthen atë simbolikën e patriarkalitetit në shoqërinë tonë. Në momentin kur prindi do ditë ja sharoj djalit që vajza është njëjtë e rëndësishme sa djali, mendoj se këtu do nisin ndryshimet. Po, ndryshimet. Edhe unë jam shumë kritik ndaj kësaj gjëje.